Dy raste të paligjshmërisë u goditën në 12 orët e fundit në fushën e trafikimit të lëndëve narkotike dhe mosdeklarimit të hollave nga shërbimet e policisë kufitare në Muriçan. Në rastin e parë, specialistët për hetimin e krimeve proceduan penalisht në gjendje të lirë një 49 vjeçar polak. Gjatë kontrollit fizik në hyrje të Shqipërisë, ati u gjetën 30.000 euro të padeklaruara, ndërsa në çantën e dorës mbante edhe 8.000 euro të tjera. Shuma totale prej 38.000 euro u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Në një tjetër operacion, specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve në Muriçan vunë në pranga dy shtetas, Altin Sheu 42 vjeç dhe Elvir Karoshi 32 vjeç, të dy banues në Tiranë. Gjatë kontrollit në dalje të territorit të Republikës së Shqipërisë në automjetin me të cilin po udhtonin, u gjetën të fshehura 8 paku me lëndë të dyshuar narkotike kanabis me peshë rreth 4.2 kg. Nga hetimet paraprake, dyshohet se lënda narkotike e cila ishte fshehur në sediljet e mjetit që udhtonin ishte siguruar në Gjermani, ndërsa po hetohet për destinacionin dhe rrjetin e mundshëm të përfshirë. Policia bëri sekuestrimin e lëndës narkotike dhe të shumës së parave, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Shkodrës për veprimet mëtejshme.